Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë që jeni gjithmonë besnik pranë neve. Këtë të diel emisionin Familja Jonë e nisi me gazetarin Vullnet Krasniqi, pa filtra. Një intervistë ndryshe, nga pasioni për gazetari, fëmijëria, guximi për të qenë vetja, e deri te familja e Big Brother. E kom pas i edukum që ashtu, ose i rritun që ashtu në qëti forme, që nëse ty nuk të pëlqen diçka, se nëse ty të pëlqen diçka, ti dushme e kallëzu dhe dushme e bësh ata. Nga sari veç e jam hyrë kështu pas një farë ideje, kështu që përdu me bë, edhe unë të isha profesorave që shumicën e saneve që njërë të nga mësuna janë në internet. Se Liti ka dhez me videot që i kumë bëna për livallë dhe Po, unë nuk desha me bë më gazetari. Unë këtë kohën se desha me konë gazetar më. Unë e kam qef ma shumë me pas një farë punë kështu si arkitekt që e bën një farë plani edhe e bën zakonisht edhe puna që shte i kumë pas. Para 10 viteve u ka një farë ideje shumë ma madhe e shpesë dashnis, ke pa qifte të jesë, ta është shumë tepër rallë shë. Njerëz që shprejnë dashnin me njëri tjetrin. Në rubrikën e magjikëve të vegjël kemi Libuna Elazin me biznesin e saj të vogël online. Prej si e vogël, më ka pëlqy, jam konë shumë kreative, më ka pëlqy arti, më ka pëlqy mu mirë me muzikë. Te bloku i kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albolena Shabani Lazi na përgatit një lëng shalqine. Takuemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Ky emision mundësohet nga Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Royal Imaging Center, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Poliklinika Da Vinci.